përgatitje para se të bëhet spermiogrami që një pacient vi në laborator për të testuar? Patjetër, do e ndërlidhja pak me doktor mentorin, kur ceku shkaktarët edhe edukimin edhe kujdesin ndaj fëmijëve, këtë rast të gjinisë mashkullore. Unë do ndaloja pak të shkaktarët për vetë faktin që ne në laborator ullëmtojnë shkakun në biokimi klinike. Ato elemente që ne cekëm të spermiogrami nuk janë të vetmet ka shumë, sepse unë do ndaloja edhe në aspektin biokimik të ekzaminimit të spermës, neve që kemi futur testet, për shembull niveli i glicemis ose sheqerit i glukozës në sperm, që është shumë i rëndësishëm, qoftë në prediabet, qoftë në sindrom metabolike, edhe qoftë në diabet të tipit 2. Po ashtu niveli i zinkut si mineral, si oligomineral, është shumë i rëndësishëm.